A ndëgjut e zonin keq taj? E zonin a ndëgjut. Ka dhe njëherë që kjo e zoni ashtë ma shumë se që kjo derë si shka kena me kalzun na. Për atë arsye se kur thirët e zoni e ban dhikër Allahun dhul Gjilal. Muezini thot Allahu Ekber, ti thu Allahu Ekber. Masën i thot hajla salat, ti thu wala hawla wala quwwata illa billah. Masën e manë fund shka ban një doa për pejgamberin a.s. I ban doa Allahu dhul Gjilal. E ti e përmen pejgamberin tanë, e Allahu ti e 10 herë të përmen. Edhe ti ban një doa për pejgamberin, Allahu ti plotson dosen e shka as ti vetë si din. A pëton, ti jep shumë mira. Inshallah Allahu dhul Gjilal na shpërblen me këtë zanë. Shka thirët për secil namaz, shka dhikër në veti, shka për kujtim. Inshallah Allahu dhul Gjilal na drejton. Inna alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Çdo fjalë që i fola tash o vëllezër janë fillimi i hutbës që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka përdorur edhe një 3 ajete plus, po nas pi përdorim ato duke e shfrytzuar vaktin e juve. Pra falënderimi i takon Allahu dhul Gjilal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij natrima dhe besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë gjetë kohë, kanë ardhur në xhami për me madhnu Allahun e vet. Inshallah Allahu dhul Gjilal na shpërblen të gjithë. Sot do vëllezër po duam të shpjegoj pak një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah e kuptojnë këtë hadith. Sa është një hadith i madh shumë, shka ka shumë domethënie, po na ka dhënë herë shumë pak e kuptojnë. Po para se me shpjegu këtë hadith, të cilin na e transmeton Ebu Hurajra, të cilin hadith e ka bën rivajet Imam Buhariu, kena me lexuar një ajet ku thot Allahu dhul Gjilal, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Gjithsesi, a ke po të njëherë ku dojna dikujna me a përforcue një laf, i thojna po, gjithsesi qështu ashtë. E Allahu dhul Gjilal për thot, gjithsesi, evliat e Allahut nuk kanë frikë, as nuk mërzitën. Nuk kanë frikë, as nuk mërzitën. Ha? Kush janë evliat e Allahut? Evliat e Allahut janë alladhina amanu wa kanu yattaqun. Çata të cilët kanë besu edhe kanë bërë perde mes gjunoheve të veta dhe kanë bërë vepra të mira. Dhe thot na jemi evlia. Se na keti kena besu Allahu dhul Gjilal, edhe secili prej neve mundohet me bën tani vepra të mirë dhe murojt pi gjunohit. Inshallah Allahu dhul Gjilal na shpërblen. A e morët vesh këtë punë? Dhe thot evlia është besimtari. Evlia nuk ka qaj shka fluturon. Sukur Ali Baba, e keni pa me atë qilimi shka fluturon. Aja film është të pëtën, nuk ka për një me. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadithin kutsi për thot, kush ma hidhnon mua një evlia, një rob temin, ka pun me mua. E kur da ngushti besimtarin, dije që ke hien luft me Allahin dhul Gjilal. E qaj shka hien luft me Allahin, s'munët me fitu. Gjithmonë e ka hupën luftën. Për këtë arsye pra do të me pas shumë kujdes se me ka po nga të rohësh, me ka po hien luft, apo hien me atë burën e mirë, apo po hien me atë burën e keq. Sa ati burët mirë ndihmon Allahu dhul Gjilal. E inshallah Allahu dhul Gjilal na ban pi burrave të mirë. Thot në vazhdim hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayh. Nuk mundesh mu afru te Allahu jot me një sen
përveç se me ato farzë që ti ka bën Allahu Dhul Xhelal. Me çdo sene afrohesh te Allahu Dhul Xhelal. Ta ka bën farz sabahin, e fal sabahin. Ta ka bën farz drekën, e fal drekën. Ta ka bën farz ikindin, mos ti vazhdoj. Ta ka bën farz Ramazanin, ta ka bën farz zeqatin, ta ka bën farz haxhin që vllaznit tonë që ka shkuar në haxh, me çdo vepra më shumë ti afrohesh te Allahu Dhul Xhelal. Pastaj po vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mjafton afrimi te Allahu Dhul Xhelal tek te sa ta nisi unë me dasht ata. Kur don Allahu Dhul Xhelal, kur ja nis mi bën ati nafilet. Çka do të thonë mi bën nafilet? Sabahin e fale, po, a i ki 2 recate sunet, nafile janë. Drekën e fale, po, i ki e 4 sunet për para 2 sa sunet për mas, nafile janë. Ramazanin e agjenove, po, ama i ki e 6 ditë e shevalit, e ki e ditë në Arafatit, e ki e të hanetejnte, këto janë këtë nafile. Kur i banë këto, afrohesh të Allahu Dhul Xhelal. Zeqatin e dhave, po, ama jep dhe një sen sadaka, kjo është nafile. Haxhin e bone, po shkon edhe numre, kjo është nafile. Edhe shumë vepra tjera, mos t'i përmeni, të cilat do thot na i bojna, jo që i kina farz, po i bojna për shka, për më na dasht Allahu Dhul Xhelal. A i kemi qartë, për më na dasht Allah. E kur të na nis Allahu Dhul Xhelal, me na dasht neve, atëherë ndryshon situata. Shka ndryshon situata? Thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih. Kur ta duan robin tem, jam veshi i tina me të cilin ai ndëgjon. Jam syni i tina me të cilin ai shef. Jam dora e tina me të cilin ai i ban punë. Jam koma e tina me të cilin ai hec. Këshire? Dhe thot, kur t'ja nisë Allahu ti me dasht, atëherë mo shiqimi jot nuk ka sikur shiqimi një qafirit. Ti shef dishka qetër, a i qafiri shef dishka qetër. Kur t'ja nisë Allahu Dhul Xhelal me dashtën, ti e merë një punë me punue, a e puna jote ka bereqet, a i kur ta kapën, pa besimtari nuk ka bereqet, baksuza. Ti si musliman, kur t'ja nisë me shku e dikun, kanë bereqetat të hapat e tua, pse se të ka dasht Allahu Dhul Xhelal, a i kur t'ja nisë, 100.000 kiametin, 100.000 shame i banë, pse se donë Allahu Dhul Xhelal. Edhe kështu me radhë. Për këtë arsye pra, duhet shumë farzet njerë mi bëhe, se me ato afromi mas shumë të Allahu Dhul Xhelal, pastaj na filet, pse me na dasht Allahu Dhul Xhelal. E kur na donë neve Allahu Dhul Xhelal, atëherë pra na jemi njerëzit tjerë. Pse? Për atë arsye se ti e të dasht Allahun, edhe dashunia është reciprok. Edhe Allahu Dhul Xhelal donë tyje. E për këtë arsye pra, që kja është veli, që kja është evlia Allah, i cili do thot, përveç se i ka bon farzet, është morë me nafile. Përveç se a largu pi harameve, a largu edhe pi punve dyshimta. Dhe qiki është i afër të Allahu Dhul Xhelal, që kur ta lut dishka Allahun e vetë, Allahu jep përgjegjen. Kur të lipi Allahu Dhul Xhelal bu mbrojt pi danisene, Allahu Dhul Xhelal e mbron. E pra, na mos bëmi siguraj, shka e ka përci e reken ati, te reka bismillah. A e rifi pa bismillah hiq, ka përcej ka qëtëron. I tha hebe, nali pak, unë e tha po baj bismillah, po bi nu, shka problemi, po tha unë ku bon bismillah të shpija. Na duhet me bon bismillah, kur jena mirë. Duhet me përmenë Allahu Dhul Xhelal kur jena mirë. Duhet më konë me Allahu kur jemi mirë. Jo veç kur kemi zor, o zot. E po qysh mu të përgjesh ti e Zotit, kur ti s'ke bon kur gjon për Zotin tanë ma përpara. Ban një herë mirë, e masanena ngriti durt, e thuj jo Zot, inshallah mi pranon. Për këtë arsye pra e lusim Allahun Dhul Xhelal, me na bon burat mirë, kur jemi mirë, e kur jemi keq, pastaj Allahu Dhul Xhelal me ne ngue duat e tona, inshallah Allahu Dhul Xhelal nuk ka këtë lutjet e tona të prapë.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.